Kanë, me thënë drejtën, unë po joftoj, jo dhe si organizat të keni kapacitetin profesional, për një lëmëtim të krahasuar me vendet të regionit. Ne kemi shumë raste disiplinore. Të iniciuara? Po, të iniciuara në Këshill Gjyqësor. Pra, për shembull, me Shqipërinë do të ishte Inspektorati i Lartë Gjyqësor i Shqipërisë, që ka më pak raste se sa ne, ndërkohë që ka realisht dy fishën e çështjeve të edhe territorit edhe të potencialisht ankesave të qytetarëve ka mjaftueshëm. Dhe nga raporti i AEX-it e 2023-shit, ne kemi marrë një vlerësim shumë pozitiv për procedurat disiplinore. Për shkak se mosat nuk janë të pakta. Vetë fakti që një gjyqtarit i shqiptuar një vrejtje, qoftë edhe jo publike, tregon që është një mos me peshë tepër lartë, sepse figura e gjyqtarit është e tillë që realisht në çfarëdo mose edhe për atyre më të voglave vendoset të pikë pyetja mbi sjelljen e tij saj. Pra, kur zgjiptohet mosa e zbritjes pagës, edhe nëse është 3 muaj ose 6 muaj me 20%, është një prej mosave që në një farë forme ka identifikuar neglizhencën e atij gjyqtari në sistem. Kur vendoset mosa e degradimit në detyrë, përveç neglizhencës tregon që potenciali profesional i administrimit gjyqësor në çdo perspektivë, qoftë si barazi e palëve, qoftë si respektimi i drejtave në proces, qoftë si garancione për procesin. Pra, i bën që është një dështim dhe nuk është pak. Pra, unë besoj që ka pas relativisht shumë mosa, që nuk janë të pakta, por ne nuk duhet ndjehemi të sigurt nga numri i mosave që shqiptojmë. Ne duhet ndjehemi të sigurt nga mënyra se si zbatohet etika gjyqësore. Pra preventiva, jo sanksioni. Sanksioni është, si më thonë, situata e fundit kur nuk funksionon preventiva dhe definitivisht ne kemi shumë të nevojshme me promovuar dhe matutje sjelljen gjyqësore. Pra, nga ato që janë nërsa duke në teknike, gjykimi më fillu 5 minuta e vonesë, më fillu 5 minuta, do të thënë në kohë, jo 5 minuta e vonesë, por me kohë me fillu. Nga ftënyra, mos u dështu seanca për dërgesë, do të thënë, me kontrollu dikush dërgesën. Kemi fare pak publikim të seancave gjyqësore, ndërkohë që kemi krejtësisht sistemin, do të thënë. Kush e pengon një zyrë gjyqtarit me publiku seancën gjyqësore? A duhet shkojnë në shkelje disiplinore? Pra, si ka, janë krejt komponentat që vlerësohen në performancë, do të vlerësohen. Neve ne kanë duhet shpesh na impresionuar me një sistem tjetër që publikon seancat gjyqësore, ndërkohë që kemi gjithë infrastrukturën për publikimin e seancave gjyqësore. Po marr disa shembuj thjesht që tregojnë që nuk është disiplina garantuesi, disiplina është mekanizmi i fundit kur nuk funksionojnë të tjera. Etika dhe përgjegjësia dhe komunikimi me gjykatave duhet të jetë ajo që është standardi, si më thënë. Po kjo s'po funksionon. Keni pas edhe mundësinë me i disiplinu? Ndërsa për performancën, dhe në miratimin e ligjit, që flet për procesin e performancës, respektivisht ndryshime, ne nuk kemi bazë ligjore me sharkuar gjyqtarë nga detyra për shkak të performancës. Kemi bazë ligjore me fillu procedurën dhe eventualisht me sharkuar, nëse ka dështim të vazhdueshëm, por që kryesisht gjenerohet si një dështim në rastin konkret që fakt mund të përbëjë një shkelje disiplinore dhe pra mund sharkohet nga disiplina, jo nga vlerësimi i performancës. Kjo rrugë duhet hapet patjetër, pavarësisht që ne vim nga gjyqësorë përkrahojmë idenë që dështimi për mbushjen e detyra punës në mënyrë vazhdueshme duhet të qenë bazë me largu dika nga sistemi. Po puna e raportimit të kryetarëve të gjykatave? Funksionon. Vetëm se ne kemi nevojë me riprioritizu çështjet brenda gjykatave. Për shembull, në princip kanë herë është ndërtuar ideja që gjithë gjykatat kanë çështjet e njëjta. Jo, nuk duhet të kenë gjithë gjykatat çështjet e njëjta. Nëse në Gjilan nuk kemi problematik punën e efikasitetit, sepse ka lëndë fare të reja të u gjyku, ne do të kemi këshilli do të ndërtuar mekanizmin që për gjykatën e Gjilanit me kërku si raportim një shërbim tjetër që do të ishte më i avancuar. Nëse në Prishtinë kemi departament special. Ne do të kërkojmë, do duhet kishim prioritet lartë, kjo që është me impakt madh publik, puna e departamentit special, po njëkohësisht edhe departamentet të krimeve të rënda, apo i gjykatës administrative, apo i gjykatës komerciale kështu me radhë. Pra, mendoj që duhet me u riprioritizu çështjet varësisht nga specifikat dhe aktualiteti me të cilin përballet gjykata përkatëse. Shiko, do të thënë,
Ndoshta na kemi bërë jetën, si më thonë, hap mas hapi. Edhe fillimisht nuk kemi mund të qenë krejtësisht, si më thonë, tashpër me procesin e raportimeve dhe kështu me radhë. Sepse, du me thonë, ishte shumë fleksibel këtë çështja e raportimeve dhe edhe varësisë të kryetarit të gjykatave. Unë kam pas mjaft debate me kryetarit të gjykatave, pikërisht për shkak të performancave të gjyqtarëve. Por në të ardhmen besoj që duhet me u varë funksioni i kryetarit të gjykatës nga suksesi që ka në gjykatë. Nuk mundet me u dëmtu komplet në gjykatë për shkak të kryetarit dapt. Është krejtësisht dinjitoze për Këshillin me kërku raporte dhe nëse nuk është në nivel të detyrës, me mirëkuptim me kërku lirimin e detyrës apo edhe përdor mekanizme për shkak të dështimit. Për shkak se menaxhmenti i gjykatës është jashtëzakonisht i rëndësishëm për funksionimin e gjykatës. Na nuk e kemi në asnjë mënyrë komoditetin që për shkak të një individi mund varë fatin në gjykatë apo sistemi. Është ndërtu në një koncept komunikimi, raportimi, diskutimi, debati, kritike, por duhet me kalu në fazë tjetër ku nuk zhvillohet debat ndoshta i pakufishëm, por thjesht kërkohet llogari. Ajo që mbetet shqetësuese ende është koha e zgjatjes zgjidhjes së lëndëve në sistem gjyqësor. E dini kohën kur keni ardhur, sa kanë zgjat për me u zgjidh lëndë në penale, në civil, në administrative? Çka ka ndryshuar kjo sa është shkurtuar? Në 2020, pavarësisht brenda një viti sistemi pranon ndikon 60.000 dosje. Ose 2021. Në 2025 pranojnë 104.000 dosje, që është pavarësisht një 30.000 dosje më pak se në 2024. Pra është dyfishuar numri i lëndëve që ne kemi pranuar. Por nekosisht falenderoj qeverinë këtë rast. Shumë faktor, kontrata kolektive, gjithë gjërat. Por nekosisht ne kemi dyfishuar produktivitetin. Pra nga 60% në 121%, respektivisht 108% në nivel të gjitha gjykatave. Që i bën që për herë të parë, në mënyrë serioze, backlogu e akumuluar u shtatësuar vitin 2025. Dhe tani kur po flas, ne jemi, domethënë, fillim muaj mars, shkalla e efikasitetit të gjykatave është edhe më e lartë se sa në vitin 2025, pra po adresohet backlogu. E kemi marrë sistemin gjyqësor me 1500 e disa ditë vonesë mesatare për lëndë dhe e kemi sjellë në 700 e pak ditë mesatare për lëndë. Pra nëse gjykatat tona vazhdojnë me punu me dinamikën që ka punu vitin 2025 dhe shpresoj që të mos kemi situata kur do të cilën me mija lëndë në gjykatë për shkak të një nënshkrimin e kontratë kolektive, dhe shumë shpejt kemi me shkurtu në gjitha gjykatat kozgjatën e lëndëve. Do të jetë edhe 2026 sfidë për gjykatën e apelit, jo për shkak të mungesës së punës, por për shkak të numrit të madh të lëndëve që janë përcjellë me ankesë në vitin 2024 dhe 2025, por që edhe aty është trendi shumë pozitiv dhe realisht për një kohë të shkurt besoj që çështja e efikasitetit gjyqësor nuk do të jetë më temë, do të jetë temë cilësia e vendimorës, që besoj që është, me thonë, shqetësimi së cilit që merr vesh pak në drejtësi. Mirë, do të flasim edhe pak çfarë po bëhet që të ngritet kjo cilësi, por e thash që një numër i madh i lëndëve është si rezultat i mos zbatimit të obligimeve nga ana e dy pushteteve të tjera. E keni adresuar edhe më herët këtë kritik, si duhet zgjidhet ky problem, sepse vendimet gjyqësore po janë të njëjta, praktika gjyqësore po kallëzojnë që qeveria ka keq në zbatim të këtyre obligimeve. Kostoja po rritet shumë fish. Jo vetëm kritik. Ndoshta, si e thonë, nuk ishte mënyra më e mirë e mundshme, por besoni që në momentin që është konstituar kuvendi dhe qeveria, letra e parë që jo kam dërgu të gjithë, kryetarit kuvendit, kryeministrit, ministrit financave, drejtorit buxhetit, drejtorit thesarit, është i lutem trajtoni çështjen e vendimit gjykatës kushtetuese që fol për ligjin e pagave për 0.25%, respektivisht 0.5%, sepse numri i lëndëve ka marrë 20 milion gjykata tona dhe nëse nuk trajtohet shkon në 100 milion. Pra ajo që unë kam mund të bëj dhe Këshilli, kam dërguar letër. Madje kam kontaktuar edhe direkt drejtorin e thesarit edhe të gjithë,
Dhe besoj që të gjithë janë të vetëdijshëm që nëse nuk trajtohet ajo diferenca për vitet e mëparshme, jo për vitin 2026, sepse tani është në buxhetin e vitit 2026 për janarit, është adresuar për periudhën e kaluar. Do të shkoj përveç që ne do të ngarkuemi 100 milion në procedura administrative dhe pastaj në ekzekutime, kosta do të shkojë në minimumi 60 milionë euro.